Trump prezantoi avionin $400 milion të dhuruar nga Katari për flotën Air Force One. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump prezantoi zyrtarisht avionin e ri Boeing 747 numër 8 që u dhurua Shtetit Bashkuar nga qeveria e Katarit për të përdorur në flotën presidenciale. Avioni luksoz me vlerë $400 milion është modifikuar nga forcat ajrore amerikane për të përmbushur standardet e sigurisë të komunikimit presidencial. Sipas autoriteteve ushtarake janë kryer përmirësimin e sistemet të sigurisë komunikimit të misionit, mbështetjen logjistike dhe teknologjinë avancuar, ndërsa çdo rrezik i mundshëm nga përdorimi i mëparshëm është neutralizuar. Gjatë një ceremonie në bazën e përbashkët Andrews, Trump cilësoi avionin e ri si një shtëpi e bardhë fluturuese, një nivel luksit pa precedent. Ai vlerësoi cilësinë e materialeve, motorëve dhe të punimit të brendshëm, duke e falendëruar gjithashtu emirin e Katarit për dhuratën. Avioni do të kryejë fillimisht fluturime testuese përpara se të përdoret për transportin e presidentit amerikan.